Do thotë këto janë situatat po. Situatat përgjithësi. Po çka pyetët është çka kishin bërë është shumëta. Po do thotë marrëdhënia ndërkolegiale duhet të jenë nivel në çdo institucion, sidomos terciar ku punojnë në qendrën klinike, që trajtimi i smundjeve të pacientëve të bëhet në mënyrë konziliare, të bëhet në mënyrë ekipore, që nga secilit kërkohet një mendim. Edhe pse shkenca është mjaft e gjon, po nuk mund të jemi në strikt, do të thotë kjo smundje trajtohet me këtë metodë edhe nuk ka deviacion nga kjo. Gjithmonë ka me pas variacione tjera. Do metoda tjera, një kirurg e praktikon këtë metodë, kirurgu tjetër ka këtë metodë, për arsye se ka rezultatet e mira me atë metodë. Për mund një metodë dikush punon me dorën e majtë, unë them ky s'bën me punon me dorën e majtë, pa me atë metodë me dorën e majtë ka sukseset më të mira se sa dikush që punon me dorën e djathtë. Shembull, ose me qasjen e një smundjes. Do thotë bashkëpunimi do të shihmë shumë bashkëpunim. Duhet ndërkolegial, në nivel profesional. Në nivel edhe është ky bashkëpunim do këtë po flet sikur që ky bashkëpunim më thon drejtën nuk është në nivelin më thon drejtën tash me rrjetet sociale, me zhvillimin e rrjeteve sociale, me qasjen e lehtë të më thënë pacientëve të popullatës në dosjet tona, në jetën tonë, në punën tonë, bëhet edhe më e vështirë bashkëpunimi. Për arsye se duke nisur ndoshta secilin nga ego e tij që duhet dalë pak më i mençur se tjetri, se kemi mentalitetin tonë, mundim edhe nga xhelozia ta kritikojmë një kirurg ose një mjek, thonë ai se unë të bëj pak më ndryshe, të bëj pak më mirë për me josh pacientin. Mandej aty dalim jo shumë profesionist. Jo shumë profesionist. Po kjo dukurim pengon, më personalisht pengon shumë kur ne jo që e trajtojmë kolegun për pacientin, se tek e fundit jemi qenie njerëzore dy palët. Po pacienti është ai i cili kërkon ndihmën tonë, edhe tash ta joshim ne duke e përbuz kolegun nuk është në rregull. Nuk është në rregull, po gjithmonë duhet t'i japim ndihmën edhe ta ndihmojmë ashtu kolegun. Shkencore, po. Ta ndihmojmë me fakte shkencore, duke u bazuar në fakte shkencore, duke u bazuar në libra, ta ndihmojmë edhe kolegun edhe pacientin. Po jam gjithmonë kundër bisedave tepërta mes mjekëve me pacienta dhe pacienta me mjekun e dytë apo me mjekun e tretë rreth mjekut primar. Kuptoni? Mandej vim në atë pikën kur humb ai besimi te mjeku i cili ka me lëkundet edhe kur lëkundet besimi edhe një pengesë e vogël ose një infeksion i vogël bëhet i madh. Marrëdhëniet ndërnjerëzore janë të rëndësishme, që të jenë së paku profesionale. Po. Kjo varet, do thotë çdo institucion duhet ta ketë menaxherin i cili është menaxher për gjithë, edhe ti koordinoj edhe mbarvajtjen e punës, po edhe marrëdhënien ndërnjerëzore ti koordinoj që mos ketë lohatje në punë, dhe të ketë bashkëpunim dhe frym më të mirë të bashkëpunimit për trajtimin e smundjeve mjekësore. Po të ishës sot në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, cilat janë 3-4 gjërat më me prioritet që do t'i vendosin tavolinën tuaj të vendimarrjes? Po kthehemi në pjesën e menaxhmentit, tash nuk po hym pjesën e politikës. Jo, po flasim nga aspekti i nevojave që ka përgjithsisht shëndetësia publike në Kosovë, që të jetë më kompetitive, ndoshta më garuese me shëndetësitë publike të rajonit e mbasi më gjerë. Po e cekët fillim sigurimi shëndetësor, që në hyrje e cekët që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, po unë them realisht sigurim shëndetësor me letër nuk kemi, po pacientët marrin shërbime të falas në spitale dhe në institucione shëndetësore. Do të thotë një lloj sigurimi shëndetësor është vetëm se nuk kemi libret për me shku me u lemru. E sigurt gjithë pagunin nga pak në fondin e sigurimit shëndetësor do të rritet fondi për blerjen e aparaturave, për trajnimin e mjekëve, për ngritjen e infrastrukturës, për mësimin e infrastrukturës, atëherë shërbimet do të kishin më qenë më kualitative. Në qoftë se nuk ka mjete financiare të mjaftueshme për mjekësi, atëherë nuk besoj që një mirë do kur ti thuash dikujt në ÇKK ble këtë shërbim ose ble këtë bari ose ble në gjatë tjetër që ndodhen në departamente tjera, në klinika të tjera, nëse mund ta them. Kemi pas faza ndryshme, do të thotë prej periudhës pas luftës së dytë tash kemi pas faza ndryshme kur është dashur me ble gaza, kur është dashur me ble penj, kur është dashur me ble dorza, setin për operacion. Kemi pas periudha të mëshme. Kritike, po. Po kritike, është dashur pacientët
të blejnë, edhe materialin shpenzues na sigurojnë, ne mandej dorën tonë e kemi pas të lirë në atë kuptimin që jemi të punësuar nga ministria, nga shteti, edhe t'ja ofrojmë çfarë shërbim të cilin e dim. Po tash momentalisht këto penje, gaza e fasha e mantilla nuk është që i blejnë pacientat për në sallë operative, po gjithçka ka me mungu. Nëse nuk është një antibiotik i klasit lartë në listë esenciale, e cili është i nevojshëm ndoshta për pacientin, duhet pacienti ta sigurojë privatisht për me mund me ia dhënë në klinikë. Do thotë janë ato bazike, edhe pse ka antibiotik të gjenatave të reja, po me numër të kufizuar. Sepse buxheti është rrit për barna, nga ana e qeverisë, është rrit në shifra inkurajuese, por duket që kritikët kanë shqetësimin te ana e planifikimit, ajo që përmendëm edhe në fillim, se si të planifikohen mirë stoqet e barna në mënyrë që pacientët për shembull të mos mbetin pa trajtim në hemodializë, mos mbetin pa trajtim barna me kancer, smundjeve malinje, kështu me barna që lëkundin edhe buxhetin e familjes. Duhet të ta kuptojnë një gjë se përsëri po thash nuk po kyçem pjesë menaxherale, po nga e përvoja. Në rrethona periferike po të përvoja se kemi bërë edhe pse relativisht kanë filluar më herët me kirurgji, në periudhën pas luftës deri tash, vetëm se dini gjatë që buxheti shumë më i madh ose një shumë e madhe buxhetit për mjekësi harxhohet në hemodializë dhe harxhohet në barrat onkologjike. Do thotë ata që thithën më tepër buxhetin janë hemodializa dhe onkologjia. Onkologjia për shkak të smundjeve maline, për shkak që janë banat kushtueshme, dhe hemodializa që pacientët çdo ditë kanë nevojë për filtra, për osmozë, për bana, për rregullimin, do thotë harxhojnë një shumë të madhe të buxhetit. Këta do thotë e pamundsojnë ndoshta një përmirësim të kvalitetit të shërbimeve tjera, mos them estetike, po më pak të vlefshme, po të nevojshme të pacientave tjerë. Do thotë kur nuk ka mungesë të buxhetit për shkak të kufizimeve, atëherë pacientët detyrohen që të bëjnë zgjidhje edhe në institucionet private. Po çu thash, në sigurime shëndetësore nuk kemi, e dim gjithë, po ata që kanë sigurime shëndetësore private, vinë ata mjekon që QK, po tjerët shkojnë në institucionet private dhe marrin shërbimet, po nga njëti person, po nga unë, sikur se si që merr ai shërbimet në institucionet publike. Nuk do të thonë asnjë gjë nga shërbimi. Puna e kirurgjisë është pak më specifike, do thotë nuk mund të them pacientit se në institucionin publik që QK të operoj më keq, në institucionin privat të operoj më mirë, se puna manuale ime është e njëjtë, duhet të jetë e njëjtë princip. Natyrisht. Tash për shkak rrethonave kushteve tjera është diçka tjetër. Akomodimi, po. Akomodimi në institucionin publik i kemi këto kushte që kemi me renovime të shumta që janë bërë kohëve të fundit, ato që janë kur ka frekuencë të madhe të njerëzve dhe nuk mund të mbash pastërti nivel. Të kuptohemi aty. Kur ka qasje familjar për cilësat thuajse 24 orë hyrje dalje në spital, normale është që nuk do në diku jashtë kështu. Absolutisht. Kontakti familjar me pacient, me çu pasul pacientit sapo është operu, po supozoj, mos ta banalizoj. Po pihat pitet, shkojmë mas dite edhe t'ja shojmë. Edhe vinë familjarët këtej edhe t'i japin tongur pite me jogurt bashkë, ora 8 mbrëmje. Nuk ndodh kurrë, po tash mentaliteti jonë është kjo çështë. Krahasoma shëndetësim publike. Nuk është që ne kemi dëshirë të shohim ata. Po pikërisht ajo që kanë pacientët drejt, ndoshta pak më shumë ndaj neve, se sa që ishtë dashë. Duhen aty nuk përdorim ne autoritetin ton, atë sa duhet, sepse pacienti ka drejt edhe kur s'ka drejt. Ç'është është ajo thonja për biznes, për shefin, si po, gjithmonë edhe kur s'ka drejt, po. Edhe nuk mund të ndalojmë, i principisht dashur të ndalojmë vizitat. Çdo institucion jashtë ose edhe në periferi në qendra në spitalet rajonale, ka vizitash prej orës 2, në 3 ose 3, 4, edhe në çat periudhë ka marrë familjar me vizitu pacientin, ka me marrë informata nga mjeku kujdesar apo nga motra për smundjen e pacientit, edhe sa më pak lëvizje njerëzve për rreth, aq më pushon pacienti, aq më pak ka lëvizje, aq më pak ka infeksione, aq më pak ka shqetësime, edhe puna e personelit është më e lehtë kur nuk ka njerëz shumë. Do thotë kur nuk ka infeksione edhe suksesi
edhe koha e hospitalizimit është më e shkurt, suksesi më i madh. Deri tash kohën, si të ka lind ideja për mjekësi? Edhe para se të kalojmë këtu, do doja të ma bëni krahasim të shëndetësisë këtu thash dhe në rajon, po supozojmë. Për sa i përket disiplinës ku jeni ju? Sa i përket kirurgjisë vaskulare, tregova, ne kemi pas fatin që të kemi profesor tashmë disa të ndjerë, të kemi mësu kirurgji vaskulare, ka qenë nivelet top, kështu të themi, nivel lartë në rajon. Edhe metodat që kemi mësu sëmundjet trajtimet, i kemi mësu nga ata, profesor Gazmeh Shaqiri, Sadri Bayraktari, Zenel Kilmendi, edhe trajtimet tona më vonshme e kam bërë që ta marrim një kontinuitet të tyre. Mirë po, metodat endovaskulare ende mungojnë në QKUK. Do thot metodat endovaskulare me metodën aplikimit të teknikës për shërimin e sëmundjeve të enëve të gjakut ende në mungojnë. Do thot, në qoftë se kemi një zgjerim të aortës abdominale, cila është patologji e shpeshtë, në shumicën e vendeve evropiane bëhet me metodë endovaskulare. Çka nuk kupton kjo? Do me përmes artereve hyet me katetra, vendoset proteza edhe e shëron e lokalizon aty atë aortë që është zgjenume, e vendos gypin e ri përmes vrimave në ky shërbim duket që është i domosdoshëm. Ne e bëjmë metodë pacienti ka i bëhet zgjidhje, do të bëjmë metodë të hapur, duhet me hap barkun, me rregullim të katezën me kjo. Nuk është e përjashtuar. Nuk është e përjashtuar. Larg asaj që të jetë e përjashtuar si metodë, më thonë që ne po operojmë diçka që është ndaluar. Po është metodë më agresive, është metodë ma pak e kushtueshme për institucione se proteza është më e lirë, se sa kjo endovaskulare, por merr ditë qëndrimi më gjatë pacientin në spital. I nështrohet intervenimi më agresiv, do thotë duhet disa ditë, duhet me qëndru mjekim intenziv një ditë apo dy, duhet derisa të rikuperohet, i kalon. A janë raste të shpeshta këto do ke? Po, jam mjaft shpeshta. Diagnostifikimet në institucionet që bën private dhe publike, pacientët tash ka filluar vedia më ngritë, se shkojnë për një dhimbje të thjeshtë barkut, bëjnë një ultrazot të barkut, të abdomenit, atë diagnostikohen në mënyrë të rastishme. Po flasim për aneurizmat e aortës, apo zgjerimet e aortës abdominale. Shumica e pacientave diagnostikohen rastisht duke bërë një ekzaminim tjetër. Për shkak gurve në veshk ose për shkak dhimbje të gurve në idhës, edhe radiolog ose mjeku familjar e shef që është një aortë zgjeruar, e udhëzon tek ne, mandej ne trajtojmë me këto që folon, po zakonisht duke ditë protokollet prej sa centimetra ose duhet jetë arritur deri sa për me trajtimin kirurgjik të tyre. Sa je lidhur me fushën tuaj? Me mjekësinë, sa je i lidhur ngushtë? Po gjësi, sa emocionalisht je i lidhur? Po gjësi, ne me kalimin e kohës, do thot kur bëjmë një stazh gjatë në kirurgji, atëherë edhe nuk mund të jetojmë pa kirurgji. Ne si dukem se pa kirurgji, edhe kur bëjmë pushimet, jemi diçka shkputur nga pjesa e jetës, pjesa e përgjithshme. Jemi mësu jo me pa gjakun, jemi mësu me ndihmu njerëzve, jemi mësu me atë empatinë që kemi ndaj njerëzve, edhe atë endorfinit apo dopaminët që ne i përjetojmë, kur dikush na thotë doktor Zoti trujt, doktor me fjalë të ndryshme falendëruese. Do thotë jemi mësu me këto fjalë me bekimet e njerëzve. Po absolutikisht. Po, ndodhën nga herë edhe ndoshta qortimet, po mos ishin qortimet, nuk do të kishim me qenë edhe përmirësimet. Po, të ndryshme. Po gjithmonë me tendencë që përmirësohemi, jo gabimet e tjera ndoshta kishin më mirë, më përmirësohet se sa gabimet e tona. Gabimet e tona ose gabimet e veta personale, çdo kush i lëm vragu, i lëm pasojë më të rënda dhe e vendison pak më shpesh se sa në gabimet e huaja, po njëri më shumë thonë i mëson për gabimeve të huaja, e ai tjetri për gabimeve të veta. Kështu që po tentojmë më pak me pas gabime, edhe pse e kryen operacionin për mrekulli këtë protokoll të zbaton, po diçka nuk shkon. Po. Për ato shkruhet që letra e protokollit aty në fund në shkrimit apo? Po. Kërkohet vendimi. Si nise më marrë me mjekësi? Atë kujt 19 vjeçar morën rrugën për herë të parë pa shku asnjëherë në Zagreb.
Mjekësia, po. Në Rik, po, në fakultet mjekësisë është. Një rrëfim do doja për të pjesë, dhe me këtë do doja ta mbyllë. Po, ndoshta ne jemi shumë relaksues, po se ndoshta kjo është më shumë relaksues, po është temë e gjatë, po zakonisht mentaliteti ka qenë i tillë që nxënësat e mirë, ata a priori është dashur të regjistrojnë dikun në mjekësi. Nëse mirë në kuptim të them shkollës mesme dhe shkollës fillore që ka pas një përgatitje optimale në shkollë të shkojnë në mjekësi, pasi se ka qenë mjekësia ajo që e ka kërkuar ata që dojmë investu në dije më shumë që janë këmbgulës edhe që dojmë me kalu kohën me libra më tepër. Po ka disa momente familjare ndërsa cilën ka shtyr që duhet të shkojmë në mjekësi. Para se të filloj të regjistoj fakultetin e mjekësisë, operacione ndryshme të anëtarëve të familjes, dhe kom pasi si ëndër që të bëjmë jo vetëm se mjek, po edhe kirurg. Do të trauma më e madhe që përjeton familja, po foli për pjesën tonë ose familjet tona të zakonshme, kur operohet ndokush, atëherë është një zhurmë më e madhe, një nam më i madh te pacienti, te familja. Do thotë kush e ka operuar, çfarë smundje ka pas, di që ka pas pacienti operacion edhe është varë me gjallë apo me vdekje. Ka shpëtuar, është bërë operacion e ka shpëtuar mjeku, kirurgu. Edhe kjo ka qenë një ëndër që duhet ta ndjeki edhe të mësojmë fillimisht fakultetin, ta kryjmë me përkushtim me zell, edhe më së pjesa e kirurgjisë, pak duke i falendëruar fatit, pak edhe angazhimi sidomos, edhe kemi arritur atë. Nuk ju ka ndodhur asnjëherë. Jo. Edhe në vitet e luftës, kur ishte në Kroaci atje. Jo. Cilat janë momente më kritike si në veçor pa shkuar? Po kritike shumë momente kritike kur kemi pas shembull. Sot e kem GPS-in, ka pas momente kur në periudhë kur me familjen kemi qenë shkputur në aspektin informativ, s'kemi mund të marrim as informata, as japim se ka qenë lidhje telefonike shkputur, nuk kemi pas kontakt me familjarë, nuk e dinin çka po ndodh këtu. As ata nuk e dinin çka po ndodhte në një letër ose përmes familjarëve tanë në Gjermani, Zvicër, në mënyrë indirekte, do thotë informoheshim për shëndetin e familjes ose i raportonin për sukseset e tona, provimet e avancimet e këto, do thotë gëzimin e ndalnim në mënyrë indirekte përmes familjarëve të tjerë. Nuk ka qenë lehtë, kemi ushtrimet ose ligjëratat, shpesh po foli për fakultet në Rik. Ka ndodhur që kemi qenë në sallë duke ushtruar, kujtosi sot anatomi, edhe ran granatat, të ndunë me shku se fillun granatat ndridhet, me hy në ato farë strejimorët në podrom, me prik derisa të përfundojnë granatimet e derisa të përfundojnë rreziku i përgjithshëm. Do të si njëri është traumë, pak në aspektin e përgjithshëm, plus kur je jashtë larg familjes, larg mbështetjes familjare. Shtohet dhe më shumë, pse meraku, mërzia. Kemi pas fatin, unë kam pas fatin që kemi qenë disa kolegë shok nga Kosova, nga Prisheva, cilët jemi mbajtur nga Maqedonia, cilët jemi mbajtur shumë mes vete, edhe gjitha hallat brengat, ato e kemi ndarë mes neve dhe e kemi tejkalu ma lehtë gjitha të rrugtim, derisa kemi mbaru fakultetin. E madje kam pas fatin edhe pjesë specializimit të kryej atje. Është tregim i gjatë kështu, po peripetia të mëdha shumë, po kur përfundon gjithçka mirë atëherë edhe në kohë lufte e kanë lidhur shumë me profesionin. Nuk ju ke shkuar asnjëherë. Jo. Kirurgjia luftarake që ne kemi pasur në këtu është një fushë tjetër, do thotë që të bëj është rastet ekstreme ndoshta. Fushë tjetër, rastet ekstreme se lëndimet e luftës apo të predhave, plumbave janë natyrës tjetër me kirurgjinë elektive, kirurgjinë që ne planifikojmë me bë. Do thotë ballafaqohemi me një organizëm i ri, i cili për një moment ju ka nështruar një dëmtimi masiv ose një dëmtimi të izolum të ekstremitetit të gjoksit, barkut, kudionit, luftës. Edhe atë janë trajtimet pak më ndryshe se sa këto. Po përgjithësi janë principet e mjekësisë të cilat kërkojnë trajtim adekuat. Po është traumë e madhe, ku një njeri që ka qenë mos them në fushë të betejës vjen i plagosur nëse pa ekstremitet është traumë. Deri në fundit do ke atë ka shkuar ndonjëherë në mendje ta praktikësh Kosovën. Si praktikojnë shumë kolegë tjerë.
A ke pasur momente që bjele kundur, për shkak të nevojave, mbase edhe të fëmijëve, tuat, ambientit, klimës, siç e raportojnë shumë? Kam pasur jo mundësi, po dhe oferta që punoj në Suedi, kam pas një ofertë shumë serioze, në Zvicër, kur isha para disa viteve, kujtohet me shef drejtorin e klinikës, ditët e fundit isha një hospitim, një trajnim, me thëmë, tha qysh i ke planet a donë, Po? Thash që po ajmë drejt, thash edhe më dhe shifmi edhe. Edhe më thënë diçta këta, më një shqiptar ishte aty, tha doktor, tha këta nuk të marrin ta zvicant me të ka për dore me të lënë, tha ky po të tregon, tha a don me nejt, as do me nejt, që ki planet atë. Po me thonë drejtën, ndoshta në aspektin personal edhe në aspektin financiar kishte qenë shumë më mirë. Ndoshta edhe në aspektin e qetësisë mendore, më marrë me protokole, më marrë me institucione të cilat kanë një traditë më të madhe dhe një traditë më gjatë se sa ne që kemi këtu, do të kishte qenë shumë më mirë kisha shku aty apo të kisha ndajt aty, në Zvicër apo Gjermani apo Suedi ku. Mirë po, e thash pak më herët periudhën moshën e mos them të adoleshencës, moshën rinore, kam qenë periudhat më të vështira gjatë kohës luftës, studimet, edhe më duket se u pata ngop me jashtë vendit, jashtë vetëlindjes të rritet, më thënë pjekem, kështu që nuk, kjo ishte ajo pengesa që më bonën për me vazhdu veprimtarinë edhe me gjitha peripetit, me gjitha bryllat, me gjitha ngritjet, ranjet, të vazhdojmë punën këtu ku jam duke vazhdu.